Me shembjen e një ndërtimi 1-katësh që prej vitesh shërbente si servis makinash, ka përfunduar këtë të hënë prishja ndërtimeve me dhe pa leje në perimetrin e shkollës 9-vjeçare Ndërmjeta, objekte që kufizonin funksionimin normal të mjedisit shkollor dhe ishin kthyer në rrezik për jetën e fëmijëve. Puna për lirimin e hapësirave publike në funksion të shkollave dhe ambienteve mes pallateve nuk do të ndalet, bën me dije drejtues të Bashkisë së Shkodrës. Ky është, do thoya, vetëm fillimi i ndërhyrjeve, ka qenë një rast po thoya jashtëzakonisht shqetësues për ne. Imagjinoni ky servis me mjete, makine që është krejtësisht derën e shkollës. I legalizuar dhe na është dashme për disa procedura për ta liruar, krejtësisht në trotuarin e saj, por si këto kemi shumë objekte të tjera për shkollat të cilat do ndërhyjnë. Kështu që me kënaqësi them sot e mëtej do lirohet edhe jo vetëm hapësira për nxënësit, jo vetëm do ulet rrezikshmëria, por njëkohësisht edhe trafiku i zonës, sepse siç e shikoni është mund në mes të rrugës, mund në trotuar, mund në derë të shkollës, një akt më flagrant i papërgjegjshmërisë, do thoya, të vendimarrjeve në kohë caktuara është ky. Po me kënaqësi them që sot ne lirojmë edhe një hapësirë tjetër, siç po lirojnë përgjithësi në Shkodër, dhe kryesisht shkollat janë prioriteti jonë. Shkolla Ndërmjeta ka kaluar një transformim të plot falë investimit të qeverisë shqiptare, duke ofruar tashmë kushte moderne për zhvillimin e procesit mësimor. Ndërhyrja jo vetëm i ka dhënë një pamje të re institucionit arsimor, por ka arritur edhe standardet e sigurisë për nxënësit, mësuesit dhe banorët përreth.